Këtu është horoskopi i premte 30 maj 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Në profesion dhe në studim është një ditë reflektimi, mos ndryshoni nëse nuk jeni të sigurt për atë që dëshironi të bëni, dashuria shpërblen ata që kanë guximin të jetojnë atë pa ngurim. Demi. Nëse keni një biznes në kontakt me publikun, ka një ngjarje me fat. Për dashuri, jam i sigurt që do të keni shumë shigjeta në harkun tuaj. Binjaket. Ju dukeni sot shumë i lodhur, ju nënshtrohen kritikave të vazhdueshme dhe nuk ju pëlqen kjo. Këto ditë është puna dhe aspekti ekonomik që shqetësojnë pak më shumë. Gaforia. Jam i lumtur që kam mundësi të komunikoj se do të jetë një ditë e qartë. Udhëtimi për njerëzit e vetëpunësuar është i rëndësishëm, kontakte të favorshme në qytete të tjera. Vendime në dashuri, sukses personal. Luani. Ju duhet t'i lejoni vetes relaksin më të plotë. Ju do të testoni partnerin tuaj, por mos e tërhiqni fije shumë fort. Jeni pak intolerant. Virgjeresha. Ju nuk keni pse të gërmoni të kaluarën, lini vend për ëndra dhe përpiquni të shkëputeni nga realiteti nëse kjo është një burim i shumë ankthi. Në dashuri, mbajeni dëshirën për të thënë gjithçka që mendoni. Konfirmimet vijnë, por rishikimet në punë. Peshorja. Është një moment interesant, brenda pak ditësh mund të mbërrijë një detyrë ose një lajm i mirë, njerëz të rinj përreth jush dhe jo vetëm në vendin e punës. Akrepi. Mos e çoni në dashuri polemika personale apo biznesi. Po mendon të përvetësosh qëndrime drastike me ata që nuk të meritojnë. Shigjetari. Situata profesionale është shumë intriguese. Zemrat e vetmuara duhet të fillojnë të takohen me njerëz të rinj. Nëse dikush është tashmë i pranishëm në zemrën tuaj, organizoni një takim të këndshëm. Britsjapi. Një dëshirë e madhe për harmoni dhe pastërti morale ju karakterizon sot. Kishte një prerje në punë, një ndryshim të punës ose rolit, gjithashtu mund të pyesni tani lajme. Ujori. Përdoreni këtë kohë për të bërë takime që mund të jenë gjithashtu të rëndësishme për punën tuaj të ardhshme. Zgjidhje gjatë rrugës nëse keni hasur ndonjë problem. Peshqit. Një ditë që luhatet mes momenteve pozitive dhe atyre që ju pengojnë paksa. Në dashuri keni nevojë për më shumë bashkëpunim për të krijuar një marrëdhënie më solide. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.